Izraeli do të më përjashtu prej garave. Një peticion i publikum nga organizata Athletes for Peace është firmues nga 48 emra të sportit botëror. Në listë janë futbollisti Paul Pogba, Hakim Ziyech, Sam Morsi, e këta i kanë kërkuar UEFA-s që me pezullu Izraelin nga këtë kompeticionet, duke theksuar se sporti nuk mundet me mbyll syt ndaj shkeljeve të ligjit ndërkombëtar edhe tragedive që po ndodhin në Gaza. E mesazhi i tyre është shumë i qartë, ku shohin fëmijë të vrarë edhe njerëz duke jetuar pa ujë e pa ushqim, nuk mund të flasin për lojë të ndershme, se edhe sporti duhet me majt një qëndrim. Edhe legjenda e futbollit Eric Cantona ka fol hapun në një event madh në Londër. Ai ka bërë thirrje FIFA-s edhe UEFA-s që me përjashtu Izraelin, duke e krahasu me rastin e Rusisë. Cantona tha që nuk mundet me pas standarde dyfishta, nëse një vend pezullohet për agresion, edhe Izraeli duhet me mbajt njëjtin pasojë. E ky presion nuk ka të ardhur shpejt sportistëve. Në anën ndërkombëtare 156 shtete e njohin Palestinën si shtet pavarur. Ndërkohë Spanja, Irlanda, Holanda, Islanda, Slovenia kanë paralajmëruar bojkot në Eurovision nëse Izraeli merr pjesë. Edhe brenda futbollit UEFA po e shqyrton një votë emergjente për me pezullu njëjtë çka ndodh me Rusinë. Kjo është një thirrje që sporti mos më hesht kur bëhet fjalë për drejtësi. Sportistat e kanë bërë hapin e parë duke rreshtuar hapur pro Palestinë. E pyetja është, a ka me pas gëzim edhe UEFA organizata tjera me bot njëjtin sen? Bëje follow Urban FM dhe subscribe në YouTube.